A është data science një trend hype apo ardhmja reale e çdo industrie? Atëherë, e dhëna është baza e çdo informacioni. Informacioni është themeli i çdo vendimarrje që praktikisht ka të bëjë me ecurinë e punës të një ndërmarrje, institucioni apo organizate. Të dhënat sot janë themeli i shkencave të rëndësishme si inteligjencë artificiale dhe mbi të gjitha është sekreti i çdo ndërmarrje apo institucioni dhe praktikisht gjithçka që flitet për shembull për të dhënat e mëdha big data ose bazat e të dhënave mbështetet pikërisht mbi të dhënat. Dhe shkenca e të dhënave ka të bëjë jo vetëm me përpunimin formësimin, përpunimin dhe transmetimin e tyre, por ka të bëjë edhe mbi të gjitha me parashikimin e ardhshmërisë së funksionimit të një institucioni, ndërmarrje apo organizate. Prandaj shkenca e të dhënave është padyshim baza dhe themeli i të gjitha shkencave që mbështeten sot në kompjutera apo në shkencët kompjuterike. Prandaj duhet thënë pa asnjë lloj dyshimi që shkenca e të dhënave është ardhmja.